بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Po I fillojmë me lejen e Allahut te baraka ve teala derset e tefsirit prej surës Al-Hujurat dhe të gjitha surat e tjera të cilat vijnë në vem. E dim që çdo mirësi që e kem është prej Allahut te baraka ve teala, thot Allah azza wa jall, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Çdo mirësi, qoftë ajo e vogël apo e madhe, e hershme apo e vonshme, është vetëm prej Allahut Jalla wa Ala. E prej mirësive më të mëdha që Allah te baraka wa taala e ka jep këtij umeti është Kur'ani, fjala e tij, të cilën ja ka zbrit pejgamberit ton të fundit, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, përmes melekut Jibril. Thot Allahu azza wa jall në surën Ash-Shura, "Wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina." Dhe kështu o Muhammed, ne të shpallëm ty një shpirt nga çështja jonë. Një shpirt është për qëllim Kur'ani. Një njeri I cili nuk ka shpirt nuk ka as jetë. E njëjta është edhe me Kur'an. Një njeri I cili nuk ka në zemrën e tij Kur'an, edhe nuk mirret me fjalën e Allahut te baraka ve teala, me leximin e saj, me meditimin e saj, me mësimin e saj, ai njeri është sigurisht njeri pa shpirt. Wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina. Para se me pas këtë Kur'an edhe këtë shpirt, thot Allah azza wa jall, "Ma kunta tadri mal kitabu wala al iman." O Muhammed, ti nuk e ke ditë më përpara se çka është ky libër, Kur'ani që ka me të shpall ty, e as çka është imani. Çka janë gjykimet shariatike, çka është halali edhe harami, çka lejohet edhe çka s'lejohet, çka do të me vepru edhe çka s'dohet. Walakin ja'alnahu nuran. Por se ne e kemi bërë atë dritë. Kur'ani është edhe shpirt, po është edhe dritë. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Përmes të cilit Kur'an ne udhëzojmë atë që dojmë prej robërve tonë. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Po edhe ti o Muhammed, përmes këtij Kur'ani I mëson njerëzve rrugën e drejtë edhe I udhëzon ata në rrugën e drejtë. Të kemi kujdes nga se Allah te baraka ve teala thot, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha." A nuk po meditoni Kur'anin, fjalën e Allahut, dhe tregon se ai I cili nuk e mediton fjalën e Allahut, ai në zemrën e tij ka dry. Zemra e tij nuk ka jetë, zemra e tij është e mbyllur. Alus Allahun azza wa jall që mos na bëj as neve as juve prej këtyre njerëzve, po të na bëj prej atyre të cilët kanë shpirt edhe kanë nur edhe mirën në Kur'an edhe jetojnë edhe vdesin sipas ligjeve të Allahut te baraka wa taala. Po fillojmë me komentimin e surës Al-Hujurat, e cila është sureja 49 me rand në Kur'an dhe gjithsej ka 18 ajete. Është sure prej sureve medinase, sure e cila ka zbrit pas hijretit pejgamberit ton Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Këtë sure shumica e dietarëve kanë thënë se sureja e ahlakut edhe edebit. Sureja e akhlakut edhe edebit. Sureja e edukatës, e kulturës, e disiplinës, e mirësjelljes, e kështu me radhë. Edukata me Allahun te baraka ve teala, edukata me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edukata në mesin e besimtarëve, edukata në mesin e njerëzve, e kështu me radhë. Thot Allah azza wa jall në fillim të kësaj surës, "Ya ayyuhalladhina amanu." E që është thirrje për besimtarët, o ju të cilët keni besuar. Thot Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu, I cili është prej shokëve të vjetër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, prej shokëve të parë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, "Idha sami'ta Allah yaqul", kur të dëgjosh Allahun duke thënë në Kur'an, o ju të cilët keni besuar, "Ya ayyuhalladhina amanu fa ar'iha sam'ak", atëherë dëgjoja të mirë. Nga se Allahu te baraka wa taala ose ka më urdhëruar me diçka, edhe ti dosh me krye atë urdhër, ose ka më ndalu prej diçkafit, edhe ti dosh më ndalu prej asaj ndalese.
Në këtë sure, Allahu Azza wa Jall i ka thirrë besimtarët 5 herë me këtë thirrje. Edhe ka thirrë krejt njerëzimin me thirrjen e përgjithshme një herë, ja ejuhan nas, o ju njerëz. Në ajetin e parë thot Allahu Azza wa Jall, ja ejuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih wattaqullaha inna Allaha sami'un alim. O ju të cilët keni besuar, mos i paraprini Allahut dhe të dërguarit të tij. Mos gjykoni para se të gjykojë Allahu dhe i dërguari i tij. Mos i merrni përsipër apo mos i bëni mendimet e juve kryesore para se të shihni mendimet dhe vendimet e Allahut dhe pejgamberit të fundit sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Këtë ajet Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wa sallam, dhe djali xhaxhait të tij, e ka shpjeguar shumë thjesht. E transmeton Ibn Jarir at-Tabari fjalën e tij në tefsirin e tij, la taqulu khilaf al-kitabi was-sunnah. Mos i paraprini Allahut të dërguarit, mos thuni diçka që është në kundërshtim me fjalën e Allahut dhe me fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mos thuani, jo mos veprani, se veprimi është hala më shumë. As mos thuani diçka e cila është në kundërshtim me fjalën e Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. E ne dim hadithet e njohura ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që transmeton Buhariu dhe Muslimi prej Aishës radhiyallahu anha, men ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Kush do që e shpik në fen ton në diçka që s'është prej saj, ajo i refuzohet. E njëjta edhe me veprën, kush e vepron një vepër, transmeton Muslimi në sahihun e tij nga Aisha radhiyallahu anha, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, men amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad. Kush do që e bën një vepër për cilën nuk ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, patjetër që ajo vepër i kthehet mbrapsht dhe i refuzohet, nuk i pranohet. E si do të jetë besimtari para urdhrave të Allahut azza wa jall? Ashtu siç na mëson vetë Allahu xhalla wa ala në surën An-Nur, thot Allahu azza wa jall, innama kana qawla al-mu'minina idha du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Këta njerëz janë të shpëtumët te Allahu azza wa jall në dynja dhe në ahiret. E ata janë njerëz të cilët kur Allahu i thret dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thret në ndonjë gjykim, ata thonë sami'na, e kemi dëgjuar fjalën e Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, wa ata'na, edhe u kena bin plotësisht. Këta janë njerëz të shpëtumët te Allahu xhalla wa ala. Wattaqullah, të keni frikë Allahun. E njëjta fjali apo i njëjti urdhër përmendet 3 herë në surën Al-Hujurat. Wattaqullah, keni frikë Allahun, e që është edhe këshilla apo porosia Allahu xhalla wa ala për krejt njerëzit, për krejt popujt e parë dhe të fundit. Thot Allahu xhalla wa ala në surën An-Nisa, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Vetëm Allahut i takon gjithçka që ka në qiell edhe në tokë. Walaqad wassayna alladhina utul kitab min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Me të vërtet ne I kemi porosit jahuditë dhe krishterët, cilëve ju është jep libri para juve, që ta kemi frikë Allahun. Po edhe juve, o populli Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe pasuesët e tij, ju kemi porosit me të njëjtën porosi. Wa in takfuru, nëse ju e mohoni Allahun xhalla wa ala, edhe nuk I binni, edhe nuk I friksohni, fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Prapse prap Allahu thot, e Allahut është gjithçka, çka ka në qiell edhe çka ka në tokë, wa kana Allahu ghaniyan hamida. Allahu azza jall është I falënderuar, I vetëm mjaftueshëm, s'ka nevojë për kërkon, është I pasur. Edhe është I lavdëruar në të gjitha emrat e tij të bukur dhe në të gjitha cilësitë e tij të bukura, edhe në të gjitha veprimet e tij, të cilat janë për plot urtësi, qofshin ato veprime kozmologjike apo edhe shariatike. Inna Allaha sami'un alim, me të vërtetë Allahu dëgjon gjithçka dhe di gjithçka. Ya'lamu kha'inata al-a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Allahu e din edhe çka shikon njeri me besht synit, kur ka qef që mos me vrejt kërkush që po këqyr, Allah azza jall këta e din. Ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir. A nuk e din më mirë ai I cili ka kriju njerëz? Allah azza jall I cili din gjithçka. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. S'ndodh me ra as edhe një gjethe
prej gjethëve të pemëve të krejt tokës, veç Allahu Gjelle wa Ala e din që ajo gjethë ka ro. Pastaj Allahu Azza Jall prap thret me thirin ja ejuhalladhina amanu, dhe urdhron prap la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi, mos i ngritni zërat e juve mbi zërin e pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wala tajharu lahu bil qawl, as mos e thirrni ata sikur se thirrni në mes veti me zot madh, po edhe me emër, o Muhammed, po thuni ja nabi Allah, o pejgamberi Allahut, ja Rasul Allah, o i dërguari Allah. Kjo është edukata që përmendëm në fillim, edukata mos mi paraprim as pari Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam gjykim, po as mos me thirr pejgamberin ton sallallahu alaihi wa alihi wasallam me zot madh ose me ngrit zonin në prezencën e tij. Pse mos me bëu këtë? An tahbata a'malukum wa antum la tash'urun, në mënyrë që mos me u zhvlerësu veprat tuaja. Allahu Jalla wa Ala ngritjen e zonit mbi zonën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e ka bëu shkak që me u zhvlerësu veprat e besimtarëve. Veprat e mira, të cilat Allah i ka pranuar, zhvlerësohen. Allahu na rujt. Shkaku i zbritjes të këtij ajeti është transmetuar në Sahihun e Buhariut nga Abdullah ibn Zubairi radhiyallahu an, se ka zbrit për Abu Bekrin edhe Omerin. Allahu qoftë i kënaqur me ata dy. Kur një herë në praninë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kanë ngrit zonën njëri me tjetrin, edhe kanë pas një khilaf të vogël, një kundërshtim të vogël mes tyre. Kjo është një prej shkaqeve zbritjes të këtij ajeti. Edhe një shkak tjetër përmendet, po ashtu në Sahihun e Buhariut nga Enes radhiyallahu anhu, Enes ibn Malik, shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili thotë se ky ajet ka zbrit për Thabit ibn Qais, një prej sahabive i cili është njoft edhe është qunë mesin e sahabive që e ka zonin më të lartë. Edhe ka njëherë në pranit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka fol me Zot madh, jo me ndaj qëllim të keq, po vetë pse që ashtu e ka kriju Allah, ka pas zonin e ka pas zonin e lartë. Kur e ka dëgju Thabit ibn Qais këtë ajet që ka zbrit, ja ejuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi, o ju që keni besu, mos i ngritni zërat e juaj mbi zërin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, u mërzit shumë. Edhe është vetmuar në shtëpinë e tij, edhe s'ka dalë për një kohë shumë gjatë. Saqë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka vrejtë që Thabit ibn Qais nuk është mesin e sahabive, edhe ka pyet për ta ku është Thabit ibn Qais. Derisa Enesi radhiyallahu anhu apo edhe dikush tjetër prej sahabive kanë shkuar në shtëpinë e tij, kanë vizituar dhe kanë treguar që pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam po të kërkon. Edhe kanë gjetë duke qajt vetmuar në shtëpinë e tij, duke thonë se e kum dëgju fjalën e Allahut Jalla wa Ala, e cila ka zbrit. La tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. Mos i ngritni zërat mbi zërin e të dërguarit të Allahut. E unë kam pas zonin më të lartë mesin e sahabive. Mu krejt veprat mu kanë zhvlerësu, edhe unë jam prej xhehenemlive. Saqë Enesi apo ai shoku tjetër i Thabit ibn Qais e ka transmetu këtë lajm të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe i kanë treguar që Thabit po thotë kështu. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përgëzu, ka thonë jo, nuk është kështu. Shkani edhe përgëzoni Thabit ibn Qaisin dhe thuni që përkundrazi ai është prej banorëve të xhennetit. Edhe kjo ka qenë dëshmia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për Thabitin, saqë Enesi thotë mas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kemi pa Thabit ibn Qaisin ibn Shammas duke ecë në rrugët e Medinës dhe kena thonë kjo është një njeri prej xhenetlive. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë kështu. Pastaj vazhdojmë, Allahu tregon se si do të më usill në praninë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe thot innal ladhina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillah ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum lit-taqwa. Ata cilët e ulin zërin e tyre në praninë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me të vërtetë ata janë njerëz zemrat e të cilëve Allahu te bareke ve teala i ka sprovu dhe i ka kalitë dhe i ka pastru për takvallëk, për devotshmëri. Ata cilët e ulin zërin e tyre në prezencën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Transmetohet se Abu Bekri radhiyallahu anhu kur ka fol mas zbritjes këtyre ajeteve
ka fol sikur se me fol diçka të mshaf me pejgamberin alayhi salatu wassalam, prej frikës dhe Allahut azza wa jall. Njëjtë transmetohet edhe për Omerin radhiyallahu anhu, i cili para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e ka ul aq shumë zonin sa që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shpesh e ka pyet çka po thua Umar, çka po thua Omer. Nuk e ka dëgju. Kjo kon frika që kanë pas sahabit shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ndaj Allahut te baraka wa taala. E si kuptohet ky ajet sot kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk është gjallë dhe ka vdek. Kuptohet në disa mënyra. Ndërto është që edhe kur të vizitohet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mos ngritet zëri. Kur të vizitohet te varrezat e tij dhe te Abu Bekrit dhe Omerit Medinë, që mos ngritet zëri. Kjo e para, edhe e dyta që është hala më shumë e rëndësi, mos me u kundërshtu fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mos me u kundërshtu suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po kur përmendet që ky hadith është i saktë, e ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e ka transmetuar Buhariu, e ka transmetuar Muslimi, është hadith i saktë, ka transmetuar Tirmidhiu, Nesaiu, kushdo qoftë. Më rëndësi është hadith i saktë, do të më pranu. Që është thamë, besimtarët e mirë thonë, sami'na wa ata'na. Kemi dëgju edhe i na bindë. Wa ulaika humul muflihun, dhe ata janë njerëz të shpëtuar të Allahu xhalla wa ala. E çka ka për ta? Lahum maghfiratun wa ajrun adhim, ka falet gjunaheve edhe ka shpërblim të madh. E prej shpërblimeve më të mëdha është xheneti dhe çka ka në të. Me shpërblimin më të madh që është shikimi në fytyrën e Allahut te baraka wa taala. Thot Allahu xhalla wa ala, lahum ma yasha'una fiha wa ladayna mazid. Në xhenet kanë gjithçka që dëshirojnë, po ka edhe diçka hala më shumë që është shikimi në fytyrën e Allahut te baraka wa taala. Pastaj përmendet emri al-Hujurat, emri i kësaj surës, edhe një ndodhi e cila ka ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Innal ladhina yunadunaka min wara'i al-hujurat aktharuhum la ya'qilun. Thot Allahu, me të vërtet njerëzit të cilët të kanë thirrë ty, o Rasulullah, o Muhammed, jashtë dhomave tua, o Muhammed, ja Muhammed, ja Muhammed, ka thonë këta njerëz që nuk e dinë rëndësinë e bindjes ndaj Allahut xhalla wa ala, nuk e dinë rëndësinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk e dinë se çfarë rrezikshmëria është me ngrit zonën mbi zonën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këta kanë qenë disa beduin që kanë ardhur prej larg, edhe kanë pas me pyet diçka pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Jo na afro afër dhomave të tij, edhe kanë thirrë kështu. Allahu i thotë: "Walau annahum sabaru hatta takhruja ilayhim lakana khayran lahum." Sikur ata të kishin bërë sabër, të kishin bërë durim, edhe të kishin prit ty derisa ti kishe dal, edhe kishe shku te ata, kish me qenë më mirë për ta. Edhe në dynja edhe në ahiret. Më mirë i shkon në dynja nga se Allahu azza xal nuk i kish qortu në Kur'an. Po edhe i shkon më mirë në ahiret, pse Allahu xhalla wa ala i kish përbly. Wallahu ghafurur rahim. Po prapse Allahu xhalla wa ala është falës i madh edhe është mëshirues i madh. Edhe nëse dikush gabon, Allahu xhalla wa ala kur të pendohet ja fal gabimin dhe gjunahun e tij. Pastaj Allahu xhalla wa ala na mëson edhe një adab tjetër, edhe një mirësjellje tjetër, dhe thot: "Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." O ju të cilët keni besuar, nëse ju vjen një njeri i cili është fasik, është gjunahçar, vrehen tek ai gjunahet në të jashtëmen e tij, edhe njihet me gjunah, është fasik, edhe ju vjen me një lajmërim, me një lajm, fatabayyanu, sigurohuni. As mos e pranoni lajmin, po as mos e refuzoni, parimisht. Sigurohuni, pyetni për ata dhe sigurohuni. Pse? An tusibu qauman bi jahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Që mos më ndodh pastaj pa u siguru me shku edhe me vepru me njëherë, me kundër vepru, me gabu kundër dikojna prej muslimanëve ose edhe prej jo muslimanëve me pa drejtësi, e pastaj me u pendu kur të kuptoni që lajmi nuk ka qenë i saktë. Wa'lamu anna fikum Rasulallah, dijeni mirë që në mesin e juaj është i dërguari i Allahut. Dijeni kanë keni në mesin e juaj sahabi, të dërguarin Allahut sallallahu alaihi wasallam. Law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anittum. Sikur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam t'ju kish dëgju juve në shumicën e propozimeve që i keni, juve ju kish dal keq. Jo ishit rënu me ato fjalë cilat vetë i keni thonë. Walakin Allah habbaba ilaykum al-iman. Por sa Allahu xhalla wa ala ja ka bëu juve dashur imanin, besimin në të.
walakin Allaha habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum. Edhe ja u ka zbukuru imanin, besimin në zemrat tuaja. Wa karraha ilaykum al-kufra wal-fusuqa wal-'isyan. Edhe ja u ka bë të padashur, të urryer kufrin, fiskun edhe gjunahet në përgjithësi. Ulaika humur rashidun, me të vërtet këta njerëz janë njerëzit cilët Allahu ja u ka dashur mirën edhe i ka udhëzuar në rrugën e drejtë. E krejt këto, zbukurimi i imanit, mos dashja e kufrit, e kështu me radhë, krejt këto janë fadlan min Allahi wa ni'ma, mirësi dhe dhunti vetëm nga Allahu Jalla wa Ala, wallahu alimun hakim. Me të vërtet Allahu është i gjithdijshëm dhe është i urtë. Pastaj Allahu Jalla wa Ala na tregon se çfarë do të më bëjë nëse ka luftë të brendshme në mesin e muslimanëve. Çka do të më bëjë muslimanët cilët nuk marrin pjesë në atë luftë? E çaj luftë është gabim. Nuk lejohet me u vra muslimanët në mesin e tyre, por ja që ndodh kjo. Wa in ta'ifatan min al-mu'minina iqtatalu fa aslihu baynahuma. Thot Allahu Jalla wa Ala, nëse dy grupe të besimtarëve kanë luftë mesin e tyre, ju grupi i tretë, prisi i shtetit, muslimanët e tjerë që s'kan marrë pjesë në atë luftë, pajtoni ata në mesin e tyre. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra, nëse e tepron njëra prej dy palëve, edhe s'don me ndal luftën, fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amri Allah. Atëherë ju grupi i tretë, pushteti, prisi e kështu me radhë, luftoni palën e cila po e tepron derisa të kthehen në urdhërin e Allahut, e që është paqja në mesin e besimtarëve. Fa in fa'at, nëse ata kthehen edhe lojnë luftën, fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu inna Allaha yuhibbul muqsitin. Pajtoni ata me drejtësi dhe dini që me të vërtetë Allahu Jalla wa Ala i don ata të cilët janë të drejtë. Transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij nga Abdullah ibn Amr ibn al-As se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Innal muqsitina 'inda Allahi 'ala manabira min nur." Me të vërtetë njerëz që janë drejt jetojnë me drejtësi, me cilën Allahu i ka urdhëruar, tek Allahu në ditën e gjykimit janë në mimbere, në koltuqe të mëdha, në podiume nga drita. An yamini ar-Rahmani azza wa jall, në të djathën e Rahmanit, Allahu të lartësuar. Wa kilta yadayhi yamin, dhe që të dy duart e Allahu Jalla wa Ala janë të djatha. Kush janë ata njerëz? Alladhina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walu. Janë njerëz që janë të drejtë në gjykimin e tyre. Në përgjithësi, kur gjykojnë, janë të drejtë. Po ashtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, janë të drejtë me familjet e tyre. Gjykojnë me drejtësi në familjet e tyre dhe po ashtu me këtë tjetër që e kanë në përgjithësi. Pastaj në vazhdim thot Allahu Jalla wa Ala, innamal mu'minuna ikhwa. Me të vërtetë besimtarët janë vëllezër të vërtetë. E kanë një lloj vëllazërie, e cila është vëllazëria më e shenjtë edhe më e dashur te Allahu te baraka wa taala. Fa aslihu bayna akhawaykum. Si pasojë e kësaj vëllazërie, ju pajtoni besimtarët mesin e tyre. Allahu urdhron që kur besimtarët e kanë ndonjë problem në mesin e tyre, që pala e tretë me i pajtu ata. Wattaqullah, dhe keni frikë Allahun, la'allakum turhamun, në mënyrë që Allahu t'ju fal juve. Ja ejuhalladhina amanu, la yaskhar qaumun min qaum. Pastaj Allahu Jalla wa Ala na jep edukat, na jep disiplinë dhe mirësjellje, na thot: o ju të cilët keni besu, mos ta përqesh një grup i njerëzve ose një popullin tjetër ose grupin tjetër të njerëzve. Asa an yakunu khayran minhum, nga sa ata mund të jenë tek Allahu më të mirë se sa këta që po i përqeshin. Wala nisa'un min nisa', as gratë mos të përqeshin gratë të tjera, nga se asa an yakunna khayran minhun, edhe ato gratë cilat po përqeshin mund të jenë më të mira se sa ato gratë cilat po përqeshin. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Pra ndalon Allahu Jalla wa Ala nga disa cilësi të këqija, e që është padrejtësia në përgjithësi ndaj besimtarëve, e po ashtu edhe thirrja me nofka apo llagape ndryshme, të cilat nuk ju pëlqejnë besimtarëve. E tregon Abu Davudi, Allahu qoftë i kënaqur me të, shkakun e zbritjes
të këtij ajeti nga Abu Jabira ibn al-Dhahhak radiyallahu anhu, i cili thot: ky ajet wala tanabazu bil alqab, mos u thirrni në mesin tuaj me llaqape dhe me novka ndryshme, thot ka zbrit për neve fisin Banu Salima, cilët kanë qenë në Medinë në pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Thot se kur ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Medinë, shumë prej njerëzve i kanë pas 2 ose 3 emra ndryshëm, po cilët s'ju kanë pëlqyer, edhe njerëz i kanë thirrë me ata në kohën e xahiliyetit, para ardhes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka ditë që për shembull filanit nuk i pëlqen mi thon kështu ose ashtu me një emër caktuar, dhe i ka thirrë ja fulan. Sa që ka thonë meh ja Rasulullah, ndala o i dërguari i Allahut, mos e thirr ashtu nga saj nuk e don atë emër, nuk i pëlqen ai emër. Ky është shkaku i zbritjes të këtij ajeti. Bi'sa ismul fusuq ba'da al-iman, sa i keq që është emri i fiskut, i gjunaqarit, pasi që njeriu ka pas iman. Sa keq është njeri me pas iman të mirë dhe më kon i mirë para Allah xhalla wa ala, e pastaj mi bëu këto gjunahe me përçesh dikon edhe me thirr dikon me emra që nuk i pëlqejnë atij, me llaqape me novka ndryshme, ky është i filan grupit, ai është i filan grupit, e kështu me radhë. Sa e keq është kjo te Allahu xhalla wa ala, që njeri masi që u kon besimtar i mirë, u bë fasik me këto cilësi. Wa man lam yatub, e kush do që nuk pendohet te Allahu xhalla wa ala, fa ulaika humu dhalimun, me të vërtetë ata janë njerëz zullumçar, të padrejtë, cilët i kanë bërë padrejtësi vetes tyre me gjunahe. Transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij një hadith nga Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, i cili thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përkufizuar edhe e ka jep definicionin e kibrit apo mendje madhësisë, që patëm të përqeshja e popujve. Thotë el kibru bataru al haq wa ghamtu an-nas. Kibri, mendje madhësia, është refuzimi apo mos pranimi i të vërtetës. Sa herë që të vjen e vërteta, qoftë në çështje fetare apo edhe në çështje dynjas, njeri mos më pranu edhe më refuzu. Kjo është kibër. Edhe gjithashtu përbuzja apo për ulja e njerëzve. Pastaj vazhdon Allahu thret prap dhe thot ja ayyuhalladhina amanu, o ju të cilët keni besuar, ijtanibu kathiran min adh-dhann, largohuni prej dyshimeve të shumta, edhe paragjykimeve të shumta, nga se inna ba'da adh-dhanni ithm. Disa prej këtyre paragjykimeve dhe mendimeve për njerëz të tjerë janë gjuna, janë mëkat. Dënohet njeri për to. Wala tajassasu, mos e spiononi njëri tjetrin. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Mos e spiononi njëri tjetrin, mos i përgjani besimtarët, mos hulumtoni për tmetat e tyre. Po as mos i bëni gibet ata. Mos i bëni gibet ata. E çka është gibeti dhe definicioni i tij? Edhe këtë hadith e transmeton Muslimi rahimahullah në Sahihun e tij nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, i cili thot pejgamberi që e kanë pyet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i ka pyet sahabit, e tadruna mal ghiba, a e dini ju o shokët e mi se çka është gibeti, çka është përgojimi i njerëzve? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam, kanë thonë Allahu dhe i dërguari i tij e din më mirë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhikruka akhaka bima yakrah, me përmend vllaun ton besimtar me ata cilën ai e urrejn dhe nuk i pëlqen. Disa shpesh thonë që po unë ja them edhe atij në fytyrë. Unë tash po foli për të mas shpine, po edhe kur të rrim me ta ja them në fytyrë. Edhe kjo është gibet, edhe nëse ti ja thon në fytyrë. Dhikruka akhaka bima yakrah, me përmend vllaun ton musliman me ata që atij nuk i pëlqen. Në mos prezencën e tij, kjo është gibet. Edhe është haram prej harameve më të mëdha. Për atë Allahu xhalla wa ala ndalon prej tij. Edhe në këtë rast sahabiti kanë thonë, e fara'ayta in kana fi akhi ma aqul, ja Rasulullah, nëse vlla jam e ka me të vërtetë ato, atë cilësi të keqe, të cilën unë po e përmendi, a kam prap gjuna? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, in kana fihi ma taqul faqad ightabtahu, nëse me të vërtetë ka atë cilësi, kjo është vetë gibeti, ke bu gibet, ke bu haram prej harameve më të mëdha. Po nëse nuk e ka, wa in lam yakun fihi faqad bahattahu, ti me të vërtetë ke shpif për ta, ke ardhur me diçka që nuk është e vërtetë dhe ke bu shpifje për ta, e që të dyat janë gjuna prej gjunaheve të mëdha. E yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayta fakarihtumuh, a dëshiron dikush prej juve,
prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po edhe prej neve, pasuesve të pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, ta haj mishin e vdekur të vllaut vet. Ky është shembulli i gibetit. Kur dikush flet diçka për vllaun e vet musliman, i cili i ka disa cilësi të këqija, edhe ky ja përmend mos prani, kjo është më e keqe se sa me hongër mishin e tij kur vdekaj. Fekerihtumu, Allah thot ju këta urrejni me hongër mishin e tij. Atëherë urrejeni edhe gibetin e tij, edhe përmendjen e tij me të keqe. Ruajeni nderin e tij dhe silluni mirë me besimtarët, në prezencën e tyre edhe në mos prezencën e tyre. Wattaqullah, prap Allah xhalla wa ala thot keni frikë Allahun. Inna Allaha tawwabur rahim. Me të vërtetë Allahu është falës i madh, pranon pendimin e atij i cili pendohet. Pastaj thret gjithë njerëzit dhe thot ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. O ju njerëz, me të vërtetë ne ju kemi krijuar nga një njeri i vetëm, i cili është Ademi alayhis salam, dhe nga një grua e vetme, e cila është Hawa, gruaja e pejgamberit Adem alayhis salam. Prej ujit të një mashkulli dhe ujit të një femre, secili krijimin e keni të njëjtë. Forma e krijimit ju ose mënyra e krijimit ju është e njëjta. Min dhakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. Edhe ju kena bëu juve grupe, popull dhe fisë ndryshme që ta njihni njëri tjetrin. Që me di që filani është i biri i filanit, dhe filani është e bia e filanit, e kështu me radhë. Ky është i kësaj kabiles, ky është i kësaj familjes, e kështu me radhë, jo për diçka tjetër. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Me të vërtetë, më i miri prej jush, edhe më i ndershëm prej jush tek Allahu xhalla wa ala është ai i cili është më i devotshëm. Ai i cili ka më shumë devotshmëri. Inna Allaha alimun khabir. Me të vërtetë Allahu është i gjithdijshëm për krejt njerëz. Khabir i din krejt sanet hollësisht. Kush është i nderuar, kush është i devotshëm para Allahut dhe kush nuk është. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Pastaj Allahu xhalla wa ala flet për disa beduin, cilët kanë ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, edhe kanë thonë që kanë besu. Edhe kjo ka ndodhur në Medinë pas hijretit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allah i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam qul lam tu'minu, thuaj atyre beduinve që nuk keni besu. Walakin qulu aslamna, thuni që ju kena nënshtru Allahu xhalla wa ala. Nga se Islami, nënshtrimi ndaj Allahut, dhe imani, besimi në Allahun azza wa jall dallojnë. Njëri mas pari bëhet musliman, tani duke u ngrit me besim në zemër edhe me vepra, bëhet mu'min, edhe ka iman në zemrën e tij. Ata janë paraqit para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke thonë që na të kena bëu ty mirësi me këtë pranim të Islamit. Allah ka treguar që jo, kundërta është. ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله. أنا سيو يبيندني plotësisht Allah dhe dërgumit ti sallallahu alaihi wasallam la yalitkum min a'malikum shay'an. Mos u friksoni nga se Allahu nuk ju pakon nga veprat e juaja asgjë. Allahu nuk ju pakon nga veprat e juaja asgjë. Përkundrazi, ja ushton. Men jaa bil hasanati falahu 10 amthaliha. Kushdo që bën një të mirë, Allah ja ngjesi mi pas 10. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. Ndërsa kush e bën një gjuna, një të keqe, Allah nuk ja ngjej më shumë se sa aq sa ka vepruar. Inna Allaha ghafurur rahim. Me të vërtetë Allah është falës i madh dhe mëshirues i madh. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Pastaj Allahu xhalla wa ala ju tregon beduinëve, cilët kanë ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po edhe krejt umetit të tij, se kush janë besimtarë të vërtetë. Janë ata të cilët e kanë besuar Allahun edhe të dërgumin e tij dhe pastaj nuk e kanë pas as edhe një fije dyshimi në çka do të ka ardhur prej Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këto janë cilësitë e para tyre, besimi në Allahun dhe gjithçka që ka të bëjë me Allahun xhalla wa ala, me emrat e tij, me cilësitë e tij kështu me radhë. Edhe
e kanë besu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E pastaj nuk e kanë pas asnjë fije dyshimi, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Edhe e kanë dëshmu këtë besim me një prej veprave më të mëdha, edhe më të dashura te Allahu xhalla wa ala, e që është lufta në rrugën e tij kur kërkohet me pasurinë edhe me shpirtat e tyre. Këta besimtarë Allahu xhalla wa ala ka thonë ulaika humus sadiqun, janë besimtarë të vërtet edhe të sinqert. E jo ata cilët si të pranojnë islamin, paraqitin që na kena pranuar islamin edhe na tash jena ku me ditë kushe. Jo, kjo din është gatë dhe kjo fe ka shumë. Edhe Allahu xhalla wa ala i llogarit veprat në bazë të atyre të fundit, përfundimtare. Edhe veprat më të dashura te Allahu xhalla wa ala janë ato që janë të vazhdueshme edhe nëse janë të pakta. Hadithi i njohur i Aishës radhiyallahu anha, në cilën thotë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë ahabbu al-a'mali ila Allah adwamuha wa in qallat. Veprat më të dashura te Allahi janë ato që janë të vazhdueshme edhe nëse janë të pakta. Pastaj në vazhdim Allahu i thotë këtyre beduinëve po edhe njerëzve në përgjithësi, qul thuaj Muhammed, atuallimuna Allah bidinikum, ajo po mësoni Allahun, edhe po i tregoni Allahut se çfarë feje keni ju, ose çfarë imani keni ju, ose çfarë derexhe keni mriju para Allahu xhalla wa ala. Në ndërkohë që Allahu ya'lamu, wallahu ya'lamu ma fi s-samawati wa ma fi l-ard. E din çdo sen çka ka në qiell dhe në tokë. A nuk e din Allahu xhalla wa ala se çka ka në zemrën e robit vet? Ya'lamu kha'inat al-a'yun wa ma tukhfi s-sudur. E din çat shikimin, cilën e kthyr njëri tu vjedh me bërsynet, po e din edhe ata që e fshehin gjoksat e njerëzve. Mrena në thellësi gjoksave, në thellësi zemrave. Wallahu ya'lamu ma fi s-samawati wa ma fi l-ard, wallahu bi kulli shay'in alim. Me të vërtetë Allahu është i gjithdijshëm, ka dije për gjithçka. Yamunnuna alayka an aslamu. Vin këta njerëz te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe i thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, na e kena pranuar islamin, menon që po i bojnë mirë diçka pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Qul la tamunnu alayya islamakum. Thuaj o Muhammed, mos më paraqitni mua kështu islamin, me demek që ju po bëni diçka mirë që po ndihmoni islamin edhe mua. Por në vërtet, balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman. Allahu është ai që ju ka bërë mirë juve, u besimtar, edhe ju ka mundsuar me pasu imanin, besimin ndaj Allahu xhalla wa ala. In kuntum sadiqin. Nëse jeni të sinqert, edhe nëse e keni besimin e vërtet, atëherë dini që Allahu xhalla wa ala është ai i cili po ju bën mirësi juve. Nuk jeni ju ata që po i bëni mirësi pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Edhe në fund Allahu xhalla wa ala e përmbyll këtë sure me fjalën e tij, inna Allaha ya'lamu ghaiba as-samawati wal ard. Me të vërtet Allahu subhanahu wa ta'ala e din fshehsin e qiejve edhe tokës. Fshehsin e 7 qiejve edhe fshehsin e 7 tokave. Allahu xhalla wa ala i din. Din gjithçka që ka në qiellin e parë, në dytin, në tretin, në katërtin, në pestin, në gjashtin, në shtatin. Njëjtë edhe për tokat, çka hin tokë dhe çka del prej saj, çka ngritet në qiell dhe çka bën prej qiellit. Kretë këto në dijen e Allahut xhalla wa ala, wallahu basirun bima ta'malun. Allahu subhanahu wa ta'ala e sheh çdo gjë cilën ju po e veproni, andaj keni kujdes. Keni kujdes se çfarë po veproni, nga se Allahu xhalla wa ala na sheh ditën edhe natën. Wallahu a'lam, me kaq po e përfundojmë. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.